Në Mal të Bardhë, para 2 ditësh, një zjarri I fuqishëm ka përfshirë dhe shkatëruar plotësisht shtëpinë e familjes Bajrami, e cila jeton me 13 antar. Flakët kanë përpirë çdo gjë që gjendet brenda banesës, duke lënë pas vetëm rronoja dhe hije të zeza. Fatmirësisht, asnjë nga antarët e familjes nuk ka pësuar lëndime, por dëmet materiale janë të jashtëzakonshme. Kryefamiljari Shkelzen Bajrami I pa punë dhe në kushte tepër të vështira ekonomike. Thot se familja e tij ndodhet në gjendje të mjerueshme. Ai kërkon ndihmë urgjente nga organet komunale, institucionet përgjegjëse dhe qytetarët human, në mënyrë që të mund të rindërtojnë sadopak jetën e tyre. Gjendemi në Mal të Bardhë, tek shtëpia e Shkelzen Bajramit, ku vetëm para 2 ditësh, apo jo, ka ndodhur që ka rënë një zjarr në shtëpi dhe është, le të themi, gjithë ambienti brenda I shkrumuar. Si ka ndodhur? Unë nuk di si unë do kja punë mu djeke në shtëpi. Unë bela për rryme sa nuk di qa se pompike dhe shtëpia krejt pompik. E nuk kam gjendje me godit. E qëpse kini menjen me mnimu Allah I shpërblift juve e si cilin inshallah. Vetë mbrëmja apo ditën? Ditën ka qenë. Kush ka qenë në shtëpi në atë moment? E në atë moment ka qenë vajza, ka qenë djali madh, vajza motres, krejt kena qenë. A keni thirrur dikën për ndihmë në atë moment kur ka rënë? Jo kërkonin. A keni thirrë zjarr fiksat? Po, ata kena thirrë, fotografë, policinë, tanat. A kanë ardhur? Kanë ardhur, ata kanë ardhur. E jo më duhet me shkojnë policie me vërtetu, që ka qenë unë kom diptu tanat. E tash nuk kom as me flejt ku me flejt, as me rrugona, as tesha për fëmijë s'ka. Kam qenë mrame në shkollë tënë dhe ju më lutë, ju më anku me mnimu, stitas që bëhet. Prej sa vitesh jetonin këtë shtëpi dhe sa antar të familjes jeni? 13 antar jena, 4 fëmijë më shkollën edhe vllajt I kam 2 jetima, edhe ata shkollën shkollë, po nuk kanë as mathna, as kursen hiq. Prej sa vitesh jeni këtë shtëpi? Që kur jetoni? Ka që 20 vjet. 20 vjet ka. A ka pështu diçka prej flaks? Kur gjuiq. A punoni dikon? Me çka jetoni? Ja. Socialin kena, kështu të kujshia po na animojnë. Ta det, ku jeni këtu me? Te kë vllavi këtu, në Tivar. Se nuk ka ku me nejt, ku me flejt, nuk kena struna, nuk kena kursen. Në këto moment të rënd, familja 13 antarëshe po përballet jo vetëm me humbjen e shtëpisë, por edhe me pasigurinë e së nesërmes. Ndihma e institucioneve dhe solidariteti I qytetarëve mbeten shpresa tyre vetme.